Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë të merrni pjesë në një ngjarje të veçantë liturgjike. Të premten, më 7 mars 2025, në fshatin Janosh, famullia e Becit, do të kremtohet mesha e shenjtë në nder të Atluigjit martir, i cili u martirizua në vitin 1913 duke dëshmuar dashurinë për fe dhe atdhe. Tubimi do të bëhet në orën 10 te varrezat e Fratit, nga ku do të nisë një procesion drejt kishës së fshatit Janosh, ku do të kremtohet mesha e shenjtë udhëhequr nga Imzot Dodh Gjergji, i peshqv i dioqezës së Kosovës, në bashkëkremtim me meshtarët e dioqezës. Në këtë ditë të shënuar, kisha e Janoshit do t'i kushtohet Atluigj Paliqit martir si një akt i kujtimit dhe nderimit të dëshmisë së tij të lavdishme. Ju ftojmë të gjithë që të merrni pjesë në këtë kremtim të rëndësishëm dhe të ftoni edhe besimtarët e tjerë në mënyrë që ky moment të jetë një dëshmi e fuqishme e besimit tonë të përbashkët. Na ndiqni dhe na dëgjoni nëpërmjet faqes sonë zyrtare në internet radiomariakosove.org. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe me pamje nëpërmjet rrjeteve sociale në Facebook dhe YouTube Radio Maria Viz Kosovë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe nëpërmjet valëve tona FM 105.2 MHz për rrafshin e Dukagjinit, si dhe 107.4 MHz për rajonin e Prishtinës. Një mundësi tjetër është nëpërmjet aplikacionit falas Radio Maria Play. Të premten më 7 mars 2025 në fshatin Janosh, famullia e Becit, tubimi te varrezat e Fratit në orën 10, kurse në orën 11 do të kremtohet mesha e shenjtë në nder të Atluigjit martir. Bashkohuni me ne për të nderuar një martir të kishës sonë dhe për të forcuar rrënjët tona të fesë dhe traditës. Ilumi Atluigj lutu për ne.